parimi kryesor i të gjithë paketës fiskale, por njëkohësisht edhe modeli të ri ekonomik që Partia Demokratike propozon është pikërisht qëndrueshmëria. Legjislacioni fiskal në këto 12 vite ka ndryshuar 60 herë. Ligji i procedurave tatimore ka 149, ka ndryshuar 180 herë deri më sot. Për këtë arsye, propozimi i një kodi fiskal, i cili vendos rregullat bazë dhe parimet bazë që do të operojnë bizneset, besoj që krijon qëndrueshmërinë kryesore, por edhe parashikueshmërinë që biznesi sot ka nevojë. Parimi i dytë kryesor është vendosja taksës së sheshtë. Ndoshta nuk ka pasur shumë kohë për të diskutuar edhe për të analizuar në detaje programet politike të partive. Në këtë rast vetëm një program kanë dëgjuar qytetarët deri më sot, por oferta e Partisë Demokratike, e cila ka në bazë taksën e sheshtë, është një parim i cili vendos në gur një rregull, një marrëveshje me biznesin që në vitin e parë dhe në ditën e parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Taksa e sheshtë e cila fillon me tatimin mbi fitimin, vazhdon me tatimin e të ardhurat personale, por njëkohësisht edhe element të cilët lidhen me transaksionet, ristrukturim dhe rishikimit të VSH-s dhe njëkohësisht qëndrueshmëri fiskale e cila vjen si rezultat i heqjes edhe i të gjithë përjashtimeve nga taksat. Industria shqiptare sot praktikisht është në stagnacion dhe incentivat për produktet made in Albania dhe për tregun jashtë tregut shqiptar, qoftë rajonal dhe atë evropian, është shtylla e tretë e programit të Partisë Demokratike. Elementi 4 lidhet me konkurrueshmërinë, që sot i mungon tregut shqiptar, sepse në pjesën më të madhe të sektorëve ne nuk kemi garë sot. Ne kemi një treg që praktikisht është i komanduar dhe rikthimi i garës në ekonomi, besoj që do t'i vendosë bizneset shqiptare në pozita jo vetëm konkurruese me njëri tjetrin, por njëkohësisht për të rikthyer edhe ekonominë e tregut që sot fatkeqësisht mungon. Neve jemi të filozofisë kemi qenë, jemi dhe do të jemi të paktën për 20-25 vjet të ardhshme me filozofinë e taksës sulli dhe taksës sheshtë. I rikthehemi taksës së sheshtë mbi të ardhurat, duke aboluar më një herë brenda 100 ditëve të para taksimin progresiv për 23%, i cili jo thjesht nuk ka dhënë impaktet e duhura, por përkundrazi ka qenë edhe deri diku edhe ndikues negativ për sa i përket fuqizimit të shtresës mesme, e cila sot fatkeqësisht ne shohim që dita ditës është larguar edhe nga Shqipëria, duke e ulur rolin e saj dominues. Donë si vogël në numër, pra ma nga ana cilësore, duhet kishte rolin dominues për drejtimin e shoqërisë shqiptare dhe patjetër dhe ndikimin në ekonominë e saj. Në anën tjetër po ashtu, do të kemi ulje të tatimit fitimit, tatim mbi kapitalin, nga 15% në 10%, e cila do të bëjë të mundur që sipërmarrjet shqiptare, ato sipërmarrje që arrin të fitojnë, të kenë më shumë mundësi para për të reinvestuar ato në sipërmarrjet e tyre, pasi ne jemi të mendimit që parat në xhepin e sipërmarrjes shpenzohen me eficiencë shumë të lartë se sa parat në xhepin e shtetit. Shteti shqiptar fatkeqësisht, edhe po të jemi në qeverisje, nuk do të ketë aftësinë dhe mundësinë që ka sipërmarrja shqiptare dhe huaj që operon në Shqipëri për ta menaxhuar lekun, për ta menaxhuar monedhën me eficiencën që e menaxhoni. Ndaj vendimarrja jonë ka qenë, është dhe do të jetë që deri në një ristrukturim të shtetit shqiptar, e cila nuk ndodh as brenda një mandati, po do duhen disa mandate, që të fuqizon strukturat operative të shtetit shqiptar, që ka Ministri i Institucioneve të Varësisë e kështu me radhë, taksa të ulta do të jetë prioritet ynë. Parat duhet të mbeten në xhepin tuaj. Njëkohësisht, ju përvajsoni këtu sot bizneset mëdha, po një pjesë për ju përvajsoni bizneset vogla. Ajo që ne kemi menduar është që bazuar edhe në ecurinë, sidomos edhe të 4 viteve të fundit, po sidomos edhe në ecurinë edhe në problematikat që erdhën që pasuan, edhe me periudhën e post-Covidit dhe post-Covidit, ajo që ne kemi menduar për biznesin e vogël është diçka e qartë dhe thjeshtë. Çdo biznes me xhiro ditore deri në 500 euro, apo e thon ndryshe, çdo biznes me xhiro vjetore deri në 180.000 euro, apo 8 milion lekë treja, do të jetë i përjashtuar si nga TVSH-ja, ashtu edhe nga tatimi mbi fitimin e biznesit e vogël. Sot to kufi ekzistojnë në nivelin 100 milion lekëve, pra 100.000 eurove për sa i përket TVSH-s, do shkojnë në 180.000 euro, dhe ekziston kufi 140.000 euro për sa i përket tatimit mbi të ardhurat biznesit e vogël, do shkojnë ajo në nivelin 180.000 euro. Me vërtet ka pasur një diskurs dhe ka një debat të madh mbi këto përjashtime, mbi këto diskriminime pozitive, le të themi. A duhen dhënë apo s'duhen dhënë? Në realitetin që jemi në sot, në analizat që ne kemi konkluduar me ekspertët më të mirë vendas dhe tuaj,
kemi arritur në përfundimin që peshorja anon në anën pozitive nëse ne marrim këtë rritje të kufirit, pra një rritje sasiore, le themi, të kufirit monetar të xhiros vjetore, për sa i përket përjashtimit si nga TVSH-ja, ashtu edhe nga datimi të ardha për biznesin e vogël. Për sa i përket një nga problematikave kryesore që ka sot ekonomia shqiptare, që janë banesat, çmimet e sektorit ndërtimit. Ajo që neve kemi parashikuar është ulja nga 15% në 2% të taksës së transferimit pronës. Është një fenomen të cilin e kemi hasur dhe gjatë 12 viteve të qeverisë së Partisë Socialiste. Ju e keni vënë re që çdo 2-3 vite bëhen to 6 muaj, 8 muaj apo 10 muaj, do thonë za ulje ligjet veçanta të posaçme, duke çuar atë në masën 3 apo 2%. Jo, qëndrimi ynë do të jetë i përhershëm. Çdo transakcion imobiliar në Republikën e Shqipërisë do taksohet vetëm në 2% të vlerës së pronës.